Horoskopi për ditën e shtunë 16 maj 2026. Dashi, sot yjet të kanë vënë në krye të punëve, sepse je i vetmi që ka këmbën në tokë kur të tjerët janë lëmsh. Hëna re po të mbush xhepat me energji të madhe, është koha për të rregulluar financat dhe për të vlerësuar atë që ke. Ide për të bërë përpara do të vinë si rrufe, por freno pak dorën tek shpenzimet e kota derisa të kesh një plan të qartë. Sot je emocionalisht mirë dhe të tjerë do të ndjekin, por ki durim me ata që nuk e kanë mendjen të mpret. Bëu gati se po nis diçka e madhe që do të rrisë vlerën dhe sigurinë. Demi, sot është dita jote, hëna e re ka lindur në shenjën tënde dhe kjo do të thotë vetëm një gjë, rilindje totale. Ti ke timonin në dorë dhe mund të ndryshosh çdo gjë që nuk pëlqen te vetja. Njerëzit po të shohin me admirim, ndaj trego versionin tënd më të mirë. Mos u mburr shumë se prishet magjia. Je i mbushur me shpresë dhe vendosmëri për të zgjidhur problemet e vjetra që të kanë mbajtur peng. Hidh syt nga e ardhmja me besim dhe fati po të thërret në emër. Është koha të shkëlqesh dhe të tregosh se kush është i zoti i shtëpisë. Binjakët. Binjak të dashur, sot hëna po të thotë mjaft me të shkuarën. Është koha të fshish tabelën dhe të mbyllësh kapituj që të rëndojnë shpirtin. Kjo hënë e re po punon në prapaskem për ty, ndaj dëgjo zërin e brendshëm se nuk të gënjen. Mund të ndjesh nevojën për të tërhequr pak dhe për të gjetur qetësinë e mendjes. Shëroj plagët e vjetra dhe hiq dorë nga zemërimet me miq. Sot ke fuqinë të thyesh çdo pengesë që të del përpara. Mbushe veten me energji pozitive dhe bëhu gati, sepse kur të dalësh sërish në dritë do të jesh një njeri i ri dhe i pathyeshëm. Gaforja. Në këtë ditë të zgjohet dëshira për të qenë pjesë e diçkaje të madhe. Hëna e re po të fton të rifreskosh rrethin tënd shoqëror dhe të merresh me ëndrat e tua të mëdha. Do të ndjesh një nevojë të fortë për miqësi të vërteta dhe për të dhënë kontributin tënd tek të tjerët. Mundësitë do të vinë pikërisht nga njerëzit që njeh, ndaj hap syt. Edhe nëse ke patur ndonjë siklet që të ka penguar të jesh në krye, sot do të gjesh rrënjët e problemit dhe do t'i shkulësh. Energjia jote po rritet dhe suksesi në projektet afatgjata është i garantuar nëse vepron me zemër. Ec përpara drejt fitores. Luani. Bëni gati për të ngjitur në fronin e karrierës. Hëna e re po të hap rrugën për fillime të reja në punë dhe profesionin tënd do të marrë një hovë të paparë. Do të ndihesh më ambicioz se kurrë dhe gati për të marrë përgjegjësi të reja. Njerëzit do ta shohin dhe do ta vlerësojnë mundin tënd, ndaj mos u habit kur të marrësh lëvdata. Sot është dita për të kuptuar se çfarë ke mbajtur peng dhe çfarë duhet të çlirohesh. Një vërtetë e madhe mund të dalë përpara, por do të shpërblej duke të rritur. Je në qendër të vëmendjes, ndaj vepro me autoritet dhe mençuri. Virgjëresha. Sot po nis një udhtim i ri për shpirtin tënd. Hëna e re po të shtyn të zgjerosh horizonte dhe të mësosh gjëra që nuk i ke ditur më parë. Do të ndjesh një etje të madhe për dije dhe për të kuptuar kuptimin e vërtetë të jetës. Është koha të thyesh rregullat e mërzitshme dhe të provosh diçka ndryshe, ndoshta një studim të ri apo bisedë me njerëz që mendojnë ndryshe nga ti. Sot ke fuqinë të kalosh çdo pengesë mendore që të ka bllokuar. Tregohu i sinqert me veten dhe mos u trem nga ndryshimi, sepse po të çon drejt një lirie që e ke ëndërruar. Peshorja. Sot sytë e ty janë kthyer nga brenda. Hëna e re po të nxit të merresh me botën tënde të fshehtë dhe me marrëdhënie të ngushta. Është koha për të rregulluar borxhet, qofshin ato në para apo në ndjenja. Do të ndjesh një dëshirë të madhe për sinqeritet dhe afërsi të vërtetë. Nëse ke patur varësi nga dikush apo diçka që të ka dëmtuar, sot ke guximin t'i thuash mjaft. Je emocionalisht shumë i fortë dhe gati për të shëruar çdo plagë të vjetër. Zbulo fuqinë tënde të fshehur dhe lejo dikë të të ndihmojë të kuptosh se sa vlen vërtet. Një fillim i ri po vjen nga thellësia e shpirtit tënd. Akrepi. Sot do të ndodhë një kthesë e madhe në marrëdhëniet e tua. Hëna e re në sektorin e partneritetit do të sjellë fitime të reja me njerëzit që ke pranë.
Do të ndjesh më i kërkuar se kurrë dhe do të kesh mundësi të rregullosh çdo marrëdhënie me negociata dhe mirëkuptim. Dikush i rëndësishëm mund të sjellë një dozë të bukur gëzimi në jetën tënde. Sot është dita për të parë me sy hapur se ku ke gabuar në të kaluarën dhe për të ndryshuar rrugë. Nëse rutina apo puna të kanë lodhur, do të gjesh forcën për të ndryshuar gjërat rrënjësisht. Përparimi është i sigurt, thjesht besoj bashkëpunimin. Shigjetari. Sot është dita për të kujdesur për makinerinë tënde, trupin dhe rutinën. Hëna e re po të shtyn për të nisur zakone të reja shëndetësore dhe për të organizuar punët e përditshme. Projekte të reja dhe detyra të rëndësishme po të presin, ndaj rregullo planet që të mos digjesh. Kjo është koha jote për të ndërtuar një sistem që funksionon vërtet. Sot do të ndjesh frymëzim për të krijuar diçka të bukur apo për të marrë me një projekt që e dashuron. Mos u merr vetëm me lumturinë e të tjerëve, por vrapo pas asaj që të ban zemrën të këndojë. Bricjapi. Sot qielli po vallëzon për ty, hëna e re është në harmoni të plotë me shenjën tënde dhe po të mbush me dëshirë për të krijuar, për të dashuruar dhe për të argëtuar. Nëse ke patur një pasion që ke lënë pas dore, sot është dita për ta rikthyer në jetë. Ke mundësi të reja për të shprehur, ke fuqinë të dallosh pikat e tua të dobta dhe t'i kthesh në forcë. Është një kohë e mirë, ndaj fshije tabelën dhe nis të shkruash gjëra të bukura. Ti je heroi kryesor sot. Ujori. Sot vëmendja jote kthehet te shtëpia dhe familja. Hëna e re po sjell energji të freskëta në jetën tënde private. Nëse ke dashur të bësh ndryshime në shtëpi apo të rregullosh marrëdhëniet me të tut, ky është një moment perfekt. Sot do të kesh një sinqeritet që thyen çdo mur dhe do të gjesh sigurinë që të ka munguar. Nëse ke patur zemërim të mbledhur nga probleme të përditshme, sot mund t'i nxjerrësh të gjitha dhe të gjesh zgjidhje. Fokusohu te bota jote e brendshme dhe ndërto rrjetin e sigurisë që të duhet për më vonë. Shtëpia jote sot është kështjella jote. Peshqit. Sot po hapen kanale të reja komunikimi për ju. Hëna e re po ju nxit të lidheni me të tjerët, të mësoni gjëra të reja dhe të ndani idetë tua me botën. Do të ndjeni plot energji për të kryer punët e përditshme dhe për të biseduar me çdo që ju del përpara. Nëse planet tua të bëjnë të ndiheni me pasion, ndiqini ato pa frikë. Mund të ndjeni pak presion nga të tjerët, por përdorni këtë për të kuptuar ku jeni të ndjeshëm për të bërë më të fortë. Është një cikël i mrekullueshëm për të krijuar kontakte të reja dhe për të treguar se sa vlerë kanë fjalët tua. Ju urojmë të gjithëve një ditë sa më të mbar.